Asambleja Fëmijëve në Gjakov ka zgjedhur kryetarin e saj të re, Ergisa Himaj. Ajo për televizionin tonë theksoi se synimet e saj janë të shumta dhe të drejtuara drejt frymëzimit të bashkëmoshatarëve përmes aktiviteteve që lidhen me të drejtat e fëmijëve dhe barazinë gjinore. Qëllimet e mia si kryetare Asamblesë së Fëmijëve janë të shumta, të cilat kanë të bëjnë me shumë inspirimin ndaj tyre, po ashtu edhe me aktivitete të ndryshme, të cilat kanë të bëjnë me tema të cilat prekin barazinë gjinore, të drejtat e fëmijëve dhe shumë gjëra tjera. Mendoj që do të bëhem zëri i tyre i fuqishëm dhe mendoj që bashkëpunimi ka për ta bërë fuqinë dhe do të jemi të njohur si gjithmonë. Ajo vuri theksin edhe tek rëndësia e bashkëpunimit me shkollat dhe institucionet lokale. Unë mendoj që bashkëpunimi me shkollat dhe me institucionet lokale është diçka shumë e rëndësishme, arsyeja që ndikon në përfitimin e asamblesë, si nga ana domethënë e zhvillimit të saj, po edhe si nga ana e zhvillimit ton personal. Mendoj që kanë me pas aktivitete dhe gjëra të ndryshme, të cilat kanë më përfshi të gjitha shkollat e Gjakovës, por edhe vetë komuna e Gjakovës. Ergisa, e cila është aktive që nga mosha 9 vjeçare, ka marrë pjesë në shumë aktivitete, trajnime dhe projekte që lidhen me të drejtat e fëmijëve, duke dëshmuar për kushtimin dhe pasionin e saj për përfaqësimin e brezit të ri. Zgjedhja e saj shënon fillimin e një kapitulli të ri për Asamblenë Komunale të Fëmijëve në Gjakov, me fokus në forcimin e zërit të fëmijëve dhe nxitjen e pjesëmarrjes së tyre në procese të ndryshme.